Vizitorët e huaj dominojnë pothuajse tërësisht tregun e akomodimit afatshkurtër në Shqipëri, ndërsa Franca rezulton vendi me peshën më të madhe në netët e qëndrimit të rezervuara përmes platformës Airbnb. Sipas të dhënave nga Monitor, 97% e të gjitha qëndrimeve në apartamente turistike gjatë 12 muajve të fundit janë realizuar nga vizitorë që vinë nga jashtë Shqipërisë. Analiza origjinës së turistëve bazuar në të dhënat e vlerësimeve të përdoruesve të Airbnb tregon se Franca përbën tregun më të madh të huaj për Shqipërinë me 18% të netëve të qëndrimit. Ky grup ka pasur një rritje të dukshme sidomos vitin e shkuar, diçka që po reflektohet edhe këtë vit. Madje për herë të parë francezët këtë verë po vinë me kontrata garancie dhe në formë të organizuar në rajone të Shqipërisë. Gjermania nga ana tjetër renditet e dyta me 14%, ndërsa Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë 12% të kërkesës totale. Mbretëria e Bashkuar zë 11%, ndërsa Holanda 4%. 5 tregjet kryesore përfaqësojnë së bashku gati 60% të gjitha qëndrimeve të realizuar nga turistët e huaj në Shqipëri gjatë vitit të fundit. Në të kundërt, pjesa e tregut e përfaqësuar nga vizitorët amerikanë rezultoi më e lartë gjatë vitit 2021, menjëherë pas pandemisë përpara se të zbriste gradualisht në vitet pasuese. Shifrat e vitit të fundit tregojnë se pothuajse e gjithë kërkesa në platformën Airbnb gjenerohet nga vizitorë të huaj, ndërsa tregjet e Europës Perëndimore përbëjnë pjesën më të madhe të netëve të qëndrimit në vend. Ky zhvillim vjen në një periudhë kur Shqipëria ka regjistruar zgjerim të vazhdueshëm të ofertës turistike sipas Monitor dhe rritjes së kërkesës në tregun e akomodimit afatshkurtër, duke u renditur ndër tregjet me ritmet më të larta dhe zgjerimit në rajonin e Ballkanit.